Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, në mbështetje të gjithë qytetarëve shqiptar, jo vetëm të Korçës, të cilët dje mbushën me parulla lagjet e qytetit në emër të komunitetit Çam, thekson edhe një herë se kërkon në mënyrë të menjëhershme shpalljen persona non grata të konsullit grek të Korçës, Theodoros Ikonomu, i cili është rikthyer para pak ditësh në detyrë. Në qytetin ku nisi betejë dhe u hap shkolla e parë në gjuhën shqipe, si pjesë thelbësore e identitetit tonë kombëtar, ku dje parullat e shkruara po në gjuhën tonë anëtare, i kujtuan konsullit dhe diplomacisë greke në përgjithësi, se Korça dhe shqiptarët nuk do të pranojnë në asnjë rast të tërhiqen nga betejë për t'i thënë stop provokimeve dhe pretendimeve për ta ashtu quajtur Invorjo e Pirë. Ne kërkojmë me këmbgulje reagimin e qeverisë shqiptare si një hap të rëndësishëm që duhet ndërmarr për të vënë në vend dinjitetin tonë kombëtar pas deklaratave të diplomatit grek Theodoros Ikonomu të emëruar në Korçë se betejë për Invorjo e Pirin nis me regjistrimin e popullsisë mbi baza etnike dhe fetare.